je bërë në një fraksion sekonde pishman për punën që ke zgjedhur, profesionin që ke zgjedhur? Dyshim që po. Bëhem pishman ndonjëherë. Shëndeti mendor i gazetarëve, imi në pikë së pari dhe i miqve të mi, është në një nivel shqetësues. Ndodh që një pjesë prej nesh të shkarkohen nga detyret, ose të lëvizin pozicionet që kanë, ose të mos shihen më me sy të mirë? Gazetarë shkarkohen nga një televizion, nuk mund të shkojnë punë në një televizion tjetër, sepse pronarët kanë një marrëveshje të pashkruar me një tjetrin që ti nuk merr punonjës nga unë. Një gazetar të një televizioni ndërkombëtar komunikon vetë kryeministin në WhatsApp me të. Pra ku je sa vonohesh të këto teknikalitete kaq banale tek e fundit. Konferencat për shtyp zoti Rama, jo vetëm në fushat, por edhe në kohë normale, pra këto 12 vitet e fundit, janë më shumë konferenca të orkestruara për shtyp. Si po funksionon fushata e Partisë Demokratike? Zëm shembull që Berisha do humb zgjedhjen. Këtë këto shërbëtorët e tij, që do i thonë ti dorëheqje kur në botë. Pra aty realisht ka një liri të çuditshme që çdo kush bën çfarë do në mendjen e vet. Jemi larguar nga njerëzit. Fatkeqësisht. Ku janë njerëzit? Titujt e mediave angleze dhe i bëshim lajm, domethënë a ka gjë më absurde sa ne ta marrim një reportazh të një media angleze dhe ta bëjmë kronik në televizionet tona për emigrantët shqiptar?